Shef sonte me ndonjë rast, domethënë në ka orë një rast, unë e mundu dhe e kam gjetë bashkë me ekipën time, e kam gjetë një rast që domethënë është trajtuar të tillë dhe sot është e mirë. Po. E kam qenë i sprovuar është me neve sonte e ftojmë është Muhamet Turbedari, e ftojmë me dorë të vitje. Hajde Muhamet. Faleminderit shumë që e pranove. Faleminderit për te. Faleminderit që e pranove se është një farë sikleti u është me dal live edhe me pranu, domethënë që ka qenë i sprovuar edhe sot asaj dite ka orë dhe ka vizitu hoxha dhe është mirë. Po, shumë vështirë është. Po. Shumica e njerëzve i hikin domethënë. Kamera, sigurisht. Kamerave, po. Muhamet, faleminderit shumë që pranove. Po, kënaqësia është e jemja që erdha në emision, domethënë, edhe jam i kënaqur që jam të pa edhe hoxhën. Bravo, sigurisht. Po kalojmë në herë direkt në temë se publiku ka qef me ditë çka qysh tek si e sprovu, domethënë cilat kanë qenë ato simptomat e para që ke zbulu veten që je i prekur. Po, pikë pari mund të them se nuk e ndjesha veten mirë, edhe nuk isha ai person që kam qenë edhe më herët. Edhe fillova, domethënë, ta testoj vetveten me leximet e Kuranit, domethënë i iksha edhe xhamisë, edhe leximit të Kuranit. Edhe domethënë e gjeta numrin e hoxhës, edhe hina në kontakt me hoxhën, edhe kallzova situatën se si e kam. Domethënë ndjesha lodhje, pa gjumësien e kisha. Ta poshe domethënë gjonat çuditshme domethënë ose ëndrat këqija. Edhe ëndrat këqija, domethënë shpesh ëndrat këqija shifsha. Edhe derisa hina në kontakt me hoxhën, domethënë ishte gjendja jo e mirë e jemja. Po kur fillova domethënë me bë rukje me hoxhën e nderuar, atëherë më ndryshua edhe situata jeme. Gjatë rukjes hoxha mi dha disa këshilla që domethënë t'i lexoj sa më shpesh Kur'an të lexoj, edhe namazin mos me lanën. Edhe kështu fillova domethënë me disa trajnime të hoxhës, me disa tretmane tjera. Me sa tretmane e boti më mirë? Ka pas shumë tretmane që kena bë, disa seanca i kena bë me hoxhën. Edhe në fund, domethënë, rezultati ishte i mirë. Shqyr, alhamdulillah. Thonë, shpesh herë hoxhë thonë që për shembull ta që janë prekur, mendojnë që pi njeh dikush për mas ose duket që janë vetë, se a ka ndodhur ti Muhamet për shembull si raste? Po, gjithmonë kur esha udhës vet, domethënë, e mendojsha se dikush është duke më ndjek. Dikush i panjohshëm, por kur e kthesha kryen e disha që nuk është kërkush. Domethënë edhe ndëgjoja disa zona, sikur më thonën, të bani kesh dikujna. Shumica e tinëve mendojnë sikur një hije është, zakonisht dikush për tinëve thotë se është një hije e zezë, edhe më ndjek domethënë gjithkohë. Dikush e vren domethënë si hija, dikush veç me ndjenja e din se është dikush mas tij. Po për shembull për publikun nuk sonte se unë di që është pak vështirë, po për publikun domethënë cilat sure i këndoni ju, domethënë një sure shkurt, ta jeni me po publiku që domethënë edhe shikues që po na ndjekin që na nuk jena domethënë që bojnë asejre burr, por na i shërojmë njerëz me ajete kuranore. Cilin ajet kuranor domethënë mund me kënu njëri domethënë sonte shkurtimisht me po që shërohet domethënë me atë ajet. Prej ajeteve domethënë posaçërisht për magjin ose për sehirat janë ajetet jo posaçme. Për botën e xhinëve janë ajetet posaçme. Mirë po ne mujna me ricitu domethënë një prej ajeteve për punën e sehrit. Po. Shumë a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل 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 ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة
وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Është një prej ajeteve ku është se ne përsëritum domethënë Ulqi as-saharatu sajidin dhe magjistarët ranë në sejdë, se sa më shumë e përsërit domethënë ai personi i cili është i prek automatikisht janis e ka plan domethënë një shtrëngim, janis me u vedia domethënë janis me vjedhje shtrëngon durt, posaçërisht durt edhe kam, thotë janis më sjell mancet, thotë gati se hupi vedia. Cila sura është kjo pe Kur'an? Kjo është një prej ajeteve domethënë ku Allahu ka treguar për magjinë e Musës alayhis salam. Po. Zakonisht një gjigjen, domethënë janë ajetet ngjashme, janë 2-3 vende në Kur'an. Po, a? Po. Po thonë që domethënë njerëzit kjo është sura Al-Araf është. Po, Al-Araf. Muhamet, çu ke zbuluar domethënë që të nuk i gjen trup, apo tu ka ai gjini për trupin domethënë realisht, se unë kam dëgjuar që thonë domethënë diku një dal për durë, diku një për komën si më lëndu komën. Çu ke ditë ti që të ka dalë domethënë burr, si e mo? Domethënë pas çdo seance gjini nuk mundet me duru, domethënë, edhe ai largohet, po ka mundësi me të kthy prapë. Domethënë, na i kena testu veten paralelisht, domethënë, secilin javë kena shkuar edhe te hoxha. Domethënë, gjatë rukjes, hoxha i lexoi këto ajetet kuranore, edhe unë në fillim nuk më isha as me i duru ato. Domethënë, edhe isha pak më i ashpër. Domethënë, nuk isha edhe vetvetja. Domethënë, nashta ka pas në raste që edhe kom fol një gjuhë tjetër, që nuk e kom ditë çka jam të bë, kam bërë shenja me dur, kam thonë unë jam fe tjetër, domethënë goja ime nuk e ka thonë, pa ka thonë dikush tjetër. Edhe aty, domethënë jam vërtetuar që duhet patjetër me shumë seanca më shëru me Kur'an. Domethënë ti tana deri seancën e fundit e ke po që kur ka lexuar hoxha rukje mon nuk e ndikur gjë, dhe mon e kon mirë realisht. Ka pas raste që hoxha më ka lexuar edhe 6-7 orë Kur'an, domethënë pa u ndal hiç. Pa u ndal hiç. Pa u ndal hiç, derisa e ka bë vetën ai u ka lodhën. Edhe dorzohen ata. Bota gjën domethënë po u dorzojke. Ka raste për shembull hoxh mirë përmendni Muhamedit që flasin gjuhë tjetër për shembull. I keni një rast interesant që me indian, dikush një gjën indian. Më kujtohet një rast domethënë ato kur kam qenë në Gjermani, të lexuar një grujes, ai burri ishte bosnjak, musliman, por gruaja nuk ishte muslimane. Edhe kur I këndova asaj grujes, ato kishin jetuar diku në Amerikë, në Arizona, kishin jetuar po ishin këtu në Gjermani. Gjatë leximit domethënë, ajo folki një gjuhë me të cilën as unë nuk e kuptoisha, po edhe ai burri thoi, "Tek unë tek një pak gjuhën shpanisht, tek pak edhe gjuhën meksikane, njësha, po edhe gjuhën shpanisht njësha, tek nuk është kjo gjuhë, domethënë gjuhë e tinëve. Kjo me siguri ka qenë edhe gjuhë indiane. Me siguri pasi që e dim domethënë atë pjesën e Arizonës kanë jetuar shumë indianë. Me siguri domethënë ka qenë domethënë një gjin i cili ka jetuar në atë vend dhe ka ditë domethënë gjuhën e tinëve. Po. Ka edhe raste të mëdha edhe kanat që këndojnë rukje, unë sonte e kam ftu. Një edhe prej Kosovës janë i hoxh, është i fush Kosovës, me neve sonte është hoxh Besfort Berisha e ftoi me dorë të ligje. Hadi hoxh, faleminderit shumë se erdhe. Selam. Faleminderit hoxh që erdhe. Faleminderit edhe juve, faleminderit për ftesën. Kem të diskutuar për rukjet. Edhe ju jeni që domethënë që fryni